يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi që një muaj të tërë ta agjerojmë dhe e lutem Allahun subhanahu wa taala që agjerimi jon të jetë ngritur tek Allahu Azza wa Jall dhe të e pranon Allahu subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu." Thuaj mirësisë e Allahut dhe rahmetit, mëshirës së tij, asaj le të gëzohen besimtarët. Dhalike khairun mimma yajma'un, thot kjo është më parsore për t'u gëzuar, kjo është më parsore për t'u falendëruar se sa ajo që kanë në duart e tyre apo se sa ajo që mblodhin ata për jetës së asaj bote. Dhe gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walitukmilu al-'iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Thot Allahu Azza wa Jall, pasi që ti plotësoni ditët e agjerimit, thot ta madhroni Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, ta madhroni duke marrë tekbire dhe ta falenderoni atë i cili ju ka udhëzuar juve. Prandaj ne i themi Allahut subhanahu wa ta'ala që o Zoti jon, ne i plotësuam ditët, të madhrojna vetëm ty duke të njësuar, duke të madhruar dhe duke të falenderuar, dhe pas këtij madhrimi nuk na mbetet neve përveç se ta falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na ka udhëzuar dhe na ka drejtuar dhe na ka bërë prej muslimanëve. Vëllezër të nderuar, prej këtij falënderimit dhe Allahut Azza wa Jall dhe prej plotësimit të falënderimit dhe Allahut subhanahu wa taala për neve në këtë botë, është se falënderimi vjen pas plotësimit të dy begative dhe dhuntive. E para, vëllezër të nderuar, pasi që e kemi realizuar një shtyllë për shtyllave të Islamit, në këtë rast agjerimin, atëherë neve duhet të gëzohemi dhe duhet të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi, dhe pasi ta kryen haxhin, duhet të gëzohen dhe duhet të falenderojnë Allahun subhanahu wa taala që ua ka mundësuar me pasurinë e tyre, të cilën Allahu ja ka dhënë këtë tokë, të shkojnë dhe ta kryejnë një shtyllë për shtyllave të Islamit. Prandaj ne elhamdulillah për Allahut, na mundësoi Allahu te bareke ve taala që ta realizojmë një shtyllë për shtyllave të Islamit, dhe tash pra kjo ditë e festës duhet të na mëson dhe na kujton një hadith pejgamberit alayhis salam ku thot: "La tadkhuluna al-jannata", nuk ka mundësi me hinë xhenet hatta tu'minu, deri sot besoni, wala tu'minu hatta tahabu, dhe s'ka mundësi me besu deri sot ta doni njëri tjetrin. Pra shikoni kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si na mëson se besimtari duhet ta rregullon imanin e tij, besimin e tij për Allahun Azza wa Jall në këtë tokë, dhe se dyti t'i don ata që janë besimtar dhe t'i don ata të cilët i ka vëllëzër në fe,
si që thëtë Allahu në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, më të vërtet besimtarët janë vëllezër. Vëllezër të nderuar, pas këtij hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne kaluam këto ditë dhe i përfunduam këto ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Prandaj këto ditë për neve ishin sikurse një lloj medrese, pra ishin një lloj shkolle, dhe qëllimi i kësaj shkolle dhe këtyre ditëve dhe këtij muaji është ajo që ka thënë Allahu la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëni të devotshëm. Pra qëllimi është që na me dalë në Bajram më të mirë se sa që kemi hyrë në Ramazan. E lutë Allahun azza wa jall që të kemi dalë më të mirë dhe të kemi dalë të shkëlqyeshëm inshallah te Allahu subhanahu wa taala. Ramazani kaloi dhe neve na jep disa mësime. E para për i tyre vëllezër të nderuar është se ne kemi mundësi me ndryshu kur dojna. Përderisa në Ramazan, një muaj të tërë, o zgjove në ora 3 të natës, vetëm pse Allahu subhanahu wa taala tha zgjon këtë kohë dhe hasifer. Dhe pastaj hoqe dorë nga halali deri në kohën e perëndimit të diellit, pra pas ku mundësi me ndryshue. Prandaj të ndryshojna për mirë dhe për hajër, dhe të afrohemi nga ajo që Allahu dënë dhe është i kënaqur, dhe të largohemi prej gjithë asaj që na dëmton në imanin tonë, na dëmton karakterin tonë, na dëmton familjet tona dhe vetët tona, dhe Allahu na rujt mundet me na kushtu edhe me xhehenem për gjithmonë. Prandaj të ndryshojna në këtë botë, nga se është mundësia përderisa e kena shpirtin e trup. Gjithashtu vëllezër të nderuar, Ramazani na mëson se ne gjithherë duhet ta kërkojmë nga Allahu subhanahu wa taala qëndrueshmërinë e fenë e tij. Wallahi po mos ishte nevojshme kjo, nuk ish me orë çdo recat e namazit ti me i thonë Allahut ihdina siratal mustaqim, o zana në rrugën e drejtë. A ti ki nevojë për udhëzim, me të shtu udhëzimit, edhe ki nevojë për me u tregu i qëndrueshëm dhe me të përforcu Allahu subhanahu wa taala në këtë rrugë. Nga se Zoti i Ramazanit dhe i muajve tjerë është vetëm një, dhe ajo është Allahu subhanahu wa taala i cili adhurohet edhe pas Ramazanit. Siç i ka thonë Allahu azza wa jall pejgamberit alayhi salam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroj Zotin tënd derisa të vijë vdekja, por derisa t'ja japësh lam të mirën jetës së kësaj bote. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, Ramazani na mëson se ne gjithherë duhet të kërkojmë ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu tregon në Kur'an se njeriu është krijuar në një gjendje dobët. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, thot Allahu, dhe njeriu është krijuar si i dobët. Dhe thot Allahu wallahu khalaqakum fi da'fin. Allahu ju ka kriju juve dëpt. Mirë po, qysh ka mundësi na mu forcu? Na ka mundësi mu forcu kur i drejtojmë durt ka qielli. Dhe e lutëm ato i cili është el hayy el qayyum, pra që është i gjallë dhe i përhershëm dhe i përjetshëm, dhe që çdo forcë dhe fuqi vjen vetëm prej tina. Prandaj me lut Allahun azza wa jall, na si krijesa dëpta, Allahu me na bot fort dhe me na bot qëndrueshëm, dhe me na mundësu Allahu subhanahu wa ta'ala që me vazhdu edhe pas Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam na mësoi në një hadith kur tha, idha sta'ante fasta'in billah, dhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm prej Allahut azza wa jall. A nuk e themi çdo recat të surës Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty o Zoti ju të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojna ndihmë. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, urtësia dhe ai sekreti i forcës tonë në këtë tokë është kur ne këta kërkojna vetëm prej Allahut subhanahu wa taala dhe jo prej dikujt tjetër. Prandaj zemrat tona duhet të përjetojnë atë kënaqësinë kur i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala me na bë të qëndrueshëm dhe me na bë prej atyre të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala gjatë gjithë jetës dhe nuk bëhen rob të sezonave të ndryshme, mirë po bëhen rob të Allahut subhanahu wa taala.
kujton e vëllezër të nderuar, ata djelmosha të cilët kanë qëndruar në shpellë për 300 vjet me radhë që i ka vënë Allahu azza wa jall gjum, thot Allahu innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ata kanë qenë disa djelmosha, të cilët i kishin besuar Zotit e tyre. Fazidnahum huda, dhe ne ashtuam edhe më shumë atyre udhëzimin. Dhe thot Allahu wa rabatna ala qulubihim, dhe ne ja forcuam zemrat e tyre. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që Allah të na forcoj zemrat tona dhe të na mundson Allahu subhanahu wa taala që të jemi të qëndrueshëm edhe pas Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson në një hadith sa kam lënë 2 gjëra përderisa kapnin ato dyja, kur s'keni me humb, kur s'keni me deviju. Kjo fjala kur s'keni me humb dhe me deviju, nuk është për qëllim veç këtë botë, mirë po edhe në botën tjetër do jeni të shpëtuar. Prandaj litari Allahut azza wa jall, Kur'ani është i lëshuar për qiellit në tokë. E joni është më kap në të dhe me humbojt në të në mënyrë që ky litar më na bë dritë në botën tjetër ku shkojmë te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, bajrami i vërtet dhe festa e vërtet është kur ne jemi gjithherë në adhurim dhe në ibadete ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithherë jemi në adhurim dhe ibadete dhe largohemi prej mëkateve të cilat për cilat thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot o ti që po e kërkon xhenetin me plot gjunohe dhe mëkate, thot baba jot është nxjerr prej tij me një mëkat. Pra Ademi alayhis salam. Prandaj mëkatet gjithherë duhet ti shohëm sikurse një bjeshkë e cila do më na rombi kokë dhe do më na shkatrua. Dhe gjithashtu, nëse ndodh që binë ato, Allahu subhanahu wa taala e kalon pendimin dhe e kalon istighfarin, kërkim faljen që më kthyne te Allahu subhanahu wa taala. Elos Allahun azza wa jall që Allahu na bën të qëndrueshëm mu dhe juve dhe të na mundson Allahu azza wa jall që gjithherë me kërku ndihmën vetëm prej tij, dhe të na mundson Allahu azza wa jall që me qëndru në urdhrat e tij edhe pas Ramazanit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, feja jon dhe kjo festë e Fitr Bajramit na mëson se është festë e tekbireve, është festë e namazit dhe është festë e sadakas. Pra, kështu na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të kemi secili çka me hangër dhe me pi kur shtrohet sofra në ditën e Fitr Bajramit. Nuk ka festë më madhore, nuk ka festë më e mirë, nuk ka festë sikurse kjo festë e cila na drejton për vlera dhe na drejton për të mirat e gjithë njerëzimit. Prandaj e lutem Allahun azza wa jall që njerëzit ta kuptojnë si duhet dhe ata që janë musliman, Allahu azza wa jall të udhëzon në këtë festë madhështore, në këtë fejë madhështore, dhe ne që jemi musliman, Allahu azza wa jall të na forcon dhe të na bën që ndrushëm deri në vdekje. Gjithashtu, kjo festë na mëson vetë fakti që ti thua Allahu Akbar, vetë fakti që ti bën Allahut sejdë, dhe vetë fakti që ti shtrin dorën për të janë gjitur krahin atij i cili është nevojtar, ja me kuptuar se kjo festë e ka larguar urrëtin ndaj vëllezërve musliman, e ka larguar pe zemrat tona, e ka larguar xhelozinë dhe inatin. Prandaj, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'keni me hinë xhenet derisa të besoni dhe s'keni me besu derisa ta doni njëri tjetrin. Pra ta kujtojmë këtë hadith dhe ta dojmë njëri tjetrin për hir të Allahut me shpresje me këtë dashni kena me hinë xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund e lut Allahun azza wa jall që ata muslimanë të cilët nuk janë në gjendje sigurie, në veçanti ata që janë në Gazat e Palestinës, që me të vërtet janë duke kaluar në një luftë që sytë e njerit nuk kanë pa në kohën e fundit. E lutem Allahun azza wa jall që Allahu t'ju ndihmon dhe frikën e tyre Allah azza wa jall t'ja usion siguri dhe Allahu azza wa jall të shkatron armikun e tyre kriminal, i cili nuk është duke kursyer as fëmijë as gra, e as mjek as hoxhallar, e as duke lënë as të gjallë mbi tokë. E lutem Allahun azza wa jall që dënimi t'ju vjen atyre nga ata se presin hiç
dhe Allahu ju ndihmo muslimanëve kudo që janë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.